Këto marrëveshje që siguron forumin e domosdoshëm për presidentin e arshëm të Republikës Kosovës është e mirëseardhur. Për këtë arsye duhet diskutime me gjitha partitë politike për të pasur siguri, por në të kundërtën çdo marrëveshje që siguron minimumin e votave të nevojshme është e mjaftueshme kushtetshmërisht. Jo, nuk kemi diskutuar ende emra konkret, siç e dini procesi është i nisur, janë 2 kandidatura. LDK-ja vazhdon të besoj që të 3 pozitat nuk mund t'i takojnë një partie politike. Kemi më pak se 3 javë ditë kohë për të gjetur një konsenzus dhe për të arritur një marrëveshje eventuale. Në të kundërtën vendi shkon në zgjedhje. Zgjedhjet nuk i don askush, as Liga Demokratike e Kosovës. Po provojmë që nëpërmjet takimeve të zgjejmë një zgjidhje të përbashkët. Nuk kemi ndonjë lëvizje të re, ndonjë rotan të re politike nga ky takim i sotëm. Jemi transparent me ju dhe me njëri tjetrin, takimet do të vazhdojnë edhe në ditët vijim. Unë do të takoj natyrisht edhe liderët tjerë politik të Partisë Demokratike të Kosovës dhe të Aleancës për Autonominë e Kosovës për të kuptuar dhe pozicionet e tyre mbi këtë rrethon. Ndërkohë që ne nuk e kemi më sfidë natyrisht numrin prej 61 deputetëve për formimin e qeverisë, por definitivisht është sfidë tejet gjigante, ajo që një parti të ketë 80 deputet dhe të mund të zgjedh vetë edhe presidentin. Ju e dini shumë mirë që jemi përpjekur edhe më herët dhe kandidati ynë, Leo Konjufsa, është zyrtarizuar më pak se 30 orë para mesnatës ndërmjet 5 dhe 6 marsit, ndërka që kundër kandidatja e tij, doktoresha Fatmire Mulhaxha Kollçaku, është zyrtarizuar më pak se 3 orë para mesnatës ndërmjet 5 dhe 6 marsit. Pra, ne kemi bërë për zgjedhjet detyruar për brenda subjektit tonë, në ndërkohë kur nuk nxirrte askush asnjë propozim për kandidat. Dhe ndodhemi tani ku ndodhemi. Unë vazhdoj të jem optimist se me takime dhe bisedime të këtilla do të mund të arrijmë një marrëveshje politike, por këtë nuk mund ta them që e kemi sot. Partia Demokratike e Kosovës asnjëherë nuk ka nxjerrë asnjë emër përpara nesh. Ajo vetëm ka kërkuar që ne t'i besojmë në mënyrë absolute dhe të verbër, pra absolute që 2 kandidatët të jenë të PDK-s dhe të verbër që të mos na tregojnë emrin paraprakisht, si subjekt demokratik që jemi, me statutin e lëvizjes vetëvendosje, me mua si kryetari saj, kjo e bën të pamundur marrëveshjen. Prandaj uroj që në komunikimet dhe takimet në vijim me kryetarin e PDK-s kjo të ndryshoj.